Përshëndetje. Sot e dhanë punë me ndjesin që më kishin sekuestruar kravatën. Si gazetar, si shqiptar, si kryefamiljar, si votues, nuk mund t'i lejoj vetes t'jap konkluzione për operacione të komplikuara të pastrimit parave, pa patur një vendim të formës së prerë të gjykatës dhe madje të spjeguar mirë. Por, gjithashtu kërkoj si qytetar i këtij vendi që prokuroria të bëjë një punë profesionale dhe skrupuloze. Si qytetar i këtij vendi u kërkoj nga gjykata të jap një vendim të ndershëm e të drejtë. Është hera e parë gjatë këtyre 30 vjet, 25 vjetëve të fundit të shoh një lëvizje kaq të motivuar dhe ndihem mirë që njerëzit shqetësohen apo institucionet shtetërore shqetësohen nëse ka apo nuk ka parregullsi në një biznes të caktuar. Por gjithashtu, kjo i jep gazetarëve dhe sidomos publikut një credo e cauz që kjo vëmendje personale e institucionale të mos jetë selektive dhe lëvizja skanuese të vazhdoj edhe në mediat e tjera e mundësisht të shtrihet që nga ditët e para të tyre. Raporti i pashëndetshëm me vetë mungesën e profesionalizmit në media dhe shërbimit pa kushte që i bëhet kundër të vërtetës në këtë vend, me diletantizëm dhe me reaksionin e pakontrolluar emocional, nuk parathon asgjë të mirë për marrëdhënien e ardhshme midis njerëzve të medias dhe segmenteve të sotëm e të tashëm të pushtetit. Nga ana tjetër të dashur teleshikues, neve nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vazhdojmë punën me të njëjtin përkushtim, ka çështje të mëdha në interes të publikut, për cilat ja vlen të punohet jo vetëm me rroga të mëdha, po edhe pa rroga fare. Si votues, ne jemi përballë një mali të lartë të establishmentit, të tri partive të vjetra, të korruptuara dhe jo demokratike. Si t'ja bëjmë për ta lëvizur demokratikisht këtë mal që na pengon të jemi të lumtur. Për ta diskutuar këtë, unë kam ftuar në studio themeluesit e një lëvizje të re, Shqip On, janë zotërinjt Ledian Droboniku e Florian Salaj, me anë të cilëve e me praninë e të cilëve për cilën ju falenderoj, dua të kuptoj. Në momentin që dikush merr një nisëm në këtë vend për ta tronditur establishmentin, si reagon ai. Por shqiptarçe nuk mund mos bëj pyetjen e parë me një tendencë jo dashakeqe. A nuk është krijimi i një lëvizjeje për ta tronditur establishmentin në Shqipëri, Ledian, një shprehje e arrivizmit të pakontrolluar o për pushtet, o për të marrë një vlerësim të munguar të momentit? Ju falenderoj për mundësinë, gjithashtu gjej rastin t'ju komplimentoj për mënyrën se si ju bëni gazetari, duke qenë kritik, atë që do të bëjnë çdo gazetar, sepse vetëm në Shqipëri ndodh që media bëhet me pushtetin sapo vjen pushteti. Media do të jetë pranë qytetarit, duke dhënë atë që është drejt kushtetuese, drejt informimit, drejt kritike, dhe aty gjen dhe resurset. Megjithatë, ju falenderoj për pyetjen, kjo shpyetje që bëhet për ditë. Shqiptarët e bëjnë për ditë këtë pyetje pse duhet të besojmë, pse do të ndodh. Që 25 vjet s'janë pak për të krijuar gjithë të mekanizmat që janë përqar, gjithë të banalitet sistemik. Sistemi duket banal në fakt, projeksioni. Kurse makina nga mbrapa që projekton këtë është shumë e sofistikuar. Kështu që nuk mund të përgjigjen thjesht me slogane. Nuk duhet përgjigjen me slogane duke lejuar qytetarët të vinë vetë në konkluzion. Kështu që kjo do një reflektim kuazi shkencor që pse ka ndodhur kjo gjë, pse kemi ardhur deri në këtë pikë ku Shqipëria vazhdon dhe sot e kësaj dite është një xhuxh ekonomik e një gjigant në korrupsion. Pra shkruar një sistem që po evoluon drejt së keqes. Më luhet kuptoj, Ledian, janë disa vajza e djem, bura e gra, zonja e zotërinj, të cilët kanë përfunduar shkolla të niveleve të larta postuniversitare të studimit në Shqipëri dhe jashtë shtetit, të cilët vinë në Shqipëri, gjejnë një situatë kalcifikuar, karbonizuar, siç ti e përmende përpara se të hyni në program, unë e huazova për një çast, dhe vendosin të mblidhen me njëri tjetrin kundrejt apatisë së përgjithshme me qëllim që ta trondisin këtë realitet. Po a nuk është misioni pamundur? Jo, më falë më të marroj edhe këtë sepse më ndërpreve në një pikë. Nuk është se mi futur detit në këmbë. Shqipëria është shumë afër Europës në fakt. Dhe kjo është lëvizje që është një gjatë si vale dhe me vendet e tjera. Kështu që nëse kanë temi arsye spanjoll, italian apo ku e diun francez, për kërkojnë një politikë ndryshe, aq më shumë do ta kenë shqiptarët. Ne nuk kemi punë me establishment fundit. Ai do bëj punën e tij. Ne po mundohemi që të bëjmë një sensibilizim qytetarët të dinë çfarë të kërkojnë. Në këtë vend është sovran akoma populli. Por reflektimi është i tillë, ka të bëjë me strukturën vendimare, se nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Sistemi në 25 vjet
është hermetik, ka mbyllur çdo lloj dritare për të ndryshuar nga jashtë, nga ana e qytetarëve. Sistemi merr vendime, do me butonave, në një vend ku askush nuk e di. Pra një sistem që nuk jep kontroll, në vend ka rënë llogaridhënia. Ajo që thatë ju goditja selektive, në teorinë politike goditja selektive është faza supreme e autokracisë apo demokraturës. Kështu që më mirë mos kishte fare goditje se sa ku është goditja selektive. Po pse ndodh kjo gjë? Shqiptarët menduan sikur demokracia që si diktatura, e krijove dhe lëra aty se funksionon vetë. Jo. Shqiptarët nuk kërkuan garanci dhe llogaridhënie. Kështu që nga ana kushtetuese vetëm 1 minutë më thënë çfarë ka ndodhur nga ana kushtetuese. Nga ana kushtetuese, shqiptarët votonin kushtetutën në 98-ën. Nuk ka kushtetuta që është sot. Ndryshimet që janë bërë në kushtetutë janë bërë sipas shefit, sipas kostumit. Shkojmë gradualisht se e vëre që ti ke një emocion për ta shpjeguar të gjithë ngjarjen në të gjithë minutat e pjesës. Jam i ndërgjegjshëm. Ne kemi kuptuar dhe Flori është kuptuar që po, ka një establishment hermetik, është kuptuar që ka një vendimmarrje autoritariste, është kuptuar që nuk ju pëlqen në përgjithësi establishmentit, nuk i pëlqen kur ti ja thua të vërtetat, ka nevojë për yes man, po ajo që më shqetëson është që nuk është e pamundur nëse ju doni të thoni këtë gjë, për arsye sepse sipas mendimit është e vështirë. Është e vështirë, padyshim që është e vështirë, po jo e pamundur. Në momentin që ka njerëz të cilët kanë idera, të cilat mund t'i hedhin në masën e gjerë, dhe sot me anë të mjeteve të komunikimit, kjo mund të bëhet, për arsye sepse ideja, duke u përçuar nga njëri te tjetri, arrin që të gjithë bashk, pasi një ide arrin që të shpjegoj një momentum negativ, një situatë komplet në shumë aspekte paradoksale, atëherë me ndërgjegjësimin e njerëzve, atëherë çdo gjë bëhet e mundur. Është e vështirë, po jo e pamundur. Ne dhe përse e them këtë gjë, ne jemi një grup të themi specialistësh, nuk po themi profesionistësh, pasi njeriu me kalimin e kohës ka gjithmonë për të mësuar, të cilët gjithsecili e ka arritur nga një afirmim të vogël në sferën e tij profesionale. Kemi familjet këtu, kemi fëmijët këtu dhe jemi të ndërgjegjshëm dhe duam që të bëjmë diçka për këtë vend. Jo, e kuptova. Krijohet një lëvizje, e cila është një lëvizje politike? Mund të thojë që shikoj, fjala politike në Shqipëri është bastarduar. Politika do të merresh me diçka, ne nuk kemi elektorale. Por nëse ti do të bësh diçka për vendin, patjetër quhet politik, sepse dëgjoj, është shumë e rrezikshme kjo, sepse sistemi në fundit shikoj, duhet të gjejë në mbrojtje. Siç e kuptoj unë, të gjejë në mbrojtje ti e shpjegime shumë e rrezikshme. Ndërkohë që unë mund të themi diçka tjetër që duke shpjeguar vetë lindjen e lëvizjes, ishte një nevojë e jona për të dëgjuar dhe për të shprehur atë që kishim. Atë që kishim parë brenda vetvetes edhe në takimet tona me njëri tjetrin. Dhe nga kjo nevojë jona na u bashkangjitën dhe shumë të rinj. Me kalimin e kohës, me situatën që është zhvilluar në vend, me atë që idetë që hedhim ne i marrin të tjerët, edhe i bëjnë të tyre dhe domethënë marrin vetëm një pjesë të idesë, ndërsa esencën e lënë, e pervertojnë, e deformojnë më saktë atë që duam të themi, atëherë ne jemi të ndërgjegjshëm që ardhmja jonë do jetë politike, po duke qenë që jemi me vetëfinancim, do duhet kohë. Kështu që ne do themi fjalën tonë aty ku mundet, si të mundet, derisa të na vinë dhe të na bashkohen njerëzit për të arritur për të bërë presion. Po Ledian, më fal, dua të ndihmoj tani që të më shpjegosh, meqense të shoh në thelb të konceptit të lëvizjes, çfarë në më të mirën e ëndrrës dëshironi ju të bëni? Çfarë duam të bëjmë? Ideja jo modestisht. Ideja nuk është jo, ne kemi studiuar se edhe me aktorët të tjerë, me 5 Stele, me Podemos, me kontakte, çfarë ka ndodhur. Nuk po shpikim asgjë. Nëse do të ndryshojë sistemi nuk mund ta ndryshojë çfarë ke ti në mendje apo duke replikuar ADN-n e sistemit. Sistemi ndryshohet me metoda krejt të reja, ato që ka bërë 5 Stele apo ato që ka bërë Podemos. Ne po mundohemi që se prandaj vlera universale dhe revolucionet janë ngjitse. Jo kuptimin e revolucionit të 1700-s, kuptimin e revolucionit me gjak. Shiko, sistemi nuk është se ka bërë vetëm mënyrat se si votohet, mënyrat se si bëhet biznesi, por edhe një ideologji të frikshme. Ideologjia që mbështet sistemin. E dikush është që ne hasim për ditë, sepse ne tani po bëjmë firma në gjithë terrenin, nuk bëjmë vetëm mbledhje, apo në komunitet që bëjmë trajnime, apo konferenca shkencore, ne po dalim në terren. E gjeni publikun apatik? Është e vërtet, po ata thonë për herë të parë është dikush që po thotë të vendosin ne këtë. A nuk trembeni, nuk shqetësoheni ju nga një nivel shumë i lartë i militantizmit politik dhe i agrapimit
i marrjes, i përpunimit, i lavazhit të trurit, Por ka një dhe diçka. njëkohësisht i Ka shfaftësimit të njeriut nga tre ka një partite diçka mëdha. në qoftë se mundem, Ardi. Më thënë, kjo është prodhim, s'ke që i bën, po jo t'jesh sigur se duket, por përdorim ato teknologjinë partijake, por njerëzit, shumica, ata që janë të fjetur, ata kanë një neveritje për të gjë. Ata 10% militantët që duan të plaçkisin në vendin me gjithë format e ndryshme, pjesa më madhe ri e fjetur, sepse të merresh fikërisht me politikë, do thotë është gjë e keqe në Shqipëri. Ndërkohë, jashtë të gjithë merren me politikë, kuptimin për të dhënë diçka për vendin tënd. Kjo është politea. Është shpikur nga grek. Ideologjia kush është? Më fal vetëm një sekondë. Ideologjia është kjo, pikërisht ne hasim çdo ditë. Është që edhe fajin e keni ju. Ju meritoni qeverinë që keni. Ju edhe ju bëni korrupsion. Kur ti pastaj fillon me pyet, po ti vjet, jo, po praku 10 vjet, jo. Të kam pyetur ty që u plaçkit nafta, u plaçkit minirat, jo s'më ka pyetur. Të pyetur njëri pse u shkatrua Tirana, të pyetën jo. Korrupsioni është devijim pushteti. Pra un kam diçka për të bërë për ty dhe nuk e bëj. Po un devijoj. Është krijuar ideja Kjo është Flori, që ideologjia që mban sistemin populli në këmbë. shqiptar nuk mund të reagojë dot më. Nuk ka një fuqi reaguese, sidomos në segmentet vendimarrëse ose zgjedhëse, për të bërë ndryshime të mëdha. Edhe pse ka treguar veten në 1990-ën për shembull. Ose në momente kur është vënë demokracia seriozisht në rrezik në disa. Unë mendoj që nuk është vetëm një problem i popullit shqiptar, është një problem në përgjithësi. Janë vetëm disa vende ato popujt të cilëve arrin domethënë të tregojnë një farë vitaliteti me shoqëritë e krijuara tashmë. Unë nuk mendoj që populli shqiptar këto 25 vite është herove kështu si është, sepse ka qenë 25 vite të një presioni të madh, të një qasje ndaj një sistemi komplet të ri, me mungesë eksperience, sidomos në sferën juridike dhe ekonomike, të cilat janë ato që pastaj përfshihen dhe zgjaten si një degëzim në të gjitha, në çdo edhe në raportet tona personale. Kështu që unë nuk do t'ia vija shumë fajin popullit në këtë aspekt, do t'ia vija fajin elitave, klasës politike. Dhe nuk do t'isha dakord me atë që është e pamundur tashmë sepse nuk keni frikë nga klasa politike. Klasa politike, nëse ne do të shohim indekset e perceptimit të korrupsionit, tashmë me ato përqindje i bi që nuk kanë më çati marrin asnjëri tjetër. Kështu ata duhet të jenë shumë të kënaqur që ka njerëz si puna jonë të cilët do kenë ide të reja, të cilat do të vënë dhe do të ide të cilat do të vënë motorin ekonomik të vendit në lëvizje, sepse janë mundësi. Është si komunizëm, komunizëm nuk donin që të binde sistemi, sepse kishin frikë. Kur ra sistemi kuptuan që ishte më mirë kur ra sistemi. Se ajo që kishte ndodhur më përpara. Dy segmente ose më sa sjellja e dy segmenteve më bën t'ju pyes si kanë reaguar me ju si lëvizje, dhe kjo është, nga sa kuptoj unë, lëvizje e intelektualëve, të cilët janë me arritje personale, po që janë të ndjeshëm për mënyrën se si shkon Shqipëria. Si ka reaguar partitë tradicionale dhe në gjitha format, më thënë, dhe si ka reaguar media ndaj? E kuptoj shumë i pyetjen. Herë parë më thënë që kur fillon mendonin që mblodhen 10-15 doktora shkencë, më thënë njerëz të vetë realizuar për një projekt, më thënë dukesh diçka magjike, madje edhe ambasadorët na kanë thënë që është për të parë që mblidhen disa jo për interesa të ngushtë. Normale. A filloja që quhet stili karrotës dhe i bastonit me si është, i shkopit më thënë, filluan na joshin. Po na joshin filluan na injorojnë. Por ç'është me frikë, është krijimi i derivateve për na likuiduar, sepse ne nuk mund na likuidojnë dot, por çfarë bën? Krijojnë disa shoqata të tjera flers. E kupton ç'po të bëjnë? Po këto kuptohen nga 3 elementë. Sepse kjo do një kohë gjithë parabola. Pra, më lër ta kuptoj mirë. Ju keni filluar tani më të merrni një lloj forme si lëvizje. Kjo lëvizje ka vënë një lloj me siguri platforme, i ka vënë vetes disa limite kohore për realizime, dhe në momentin që ju prisni reagime si nga establishmenti me afërsinë ose largimin e tij, si nga media me afërsinë ose neglizhencën, ju keni vënë re që jeni, nëse do mund të përdor shprehjen, sabotuar na vinë kamrat nga disa krijime artificiale, të cilat çfarë shkaktoi? Vinin kamrat, filmonin evenimentin, kemi bërë dhe konferenca ndërkombëtare me përfaqësues të 5 Stelle, sepse kemi qenë në parlamentin e tyre apo me aktorë të tjerë ndërkombëtar. Vinin kamrat, filmonin dhe nuk regjistrojnë, nuk jepin në emision për shembull. Prandaj ju falenderoj edhe për të gjë, sepse ajo që themi ne është anti-establishment. Ne jemi të panjohur për sistemin dhe kjo është e frikshme për sistemin, se nëse treshin fiet neve nuk na komandon dot. Ne nuk kemi lidhje me këtë sistem. Ato që themi ne janë pro-europiane. Cili është mendimi yt për sjelljen qeveritare të momentit? Fatkeqësisht mekanizmat që ka sistemi
po bën një evoluim negativ, degradim të gjithë institucioneve. Jo më kot shpreha është drejtimi i dur, se drejtimi nuk është i duhur. Më thënë, çdo rotacion po përkeqëson situatën. Ku shihet kjo? Shihet te llogaridhënia. Që kur formohet shteti modern, kushtetuta, sepse këto njerëz se kuptojnë dot, e shqiptarët nuk e kuptojnë dot. Ka vetëm një qëllim, po dëgjosh edhe debatet që bën për kushtetin tonë. Frika ishte vetëm që dikush mos merrte prapë pushtetin në dorë të bësh udhëheqës i lavdishëm. Ne humbëm këtë bast. Sot, ai që është udhëheqës i lavdishëm është më keq se ai dje sepse nuk e llogari as para partisë tij, as para parlamentit, as para qeverisë, as para medias, as para botës akademike. Ky njeri është pa kontroll. Dhe një person që është pa kontroll, institucionet bllokohen, zhduken, marrin formën e tij. Dhe ky atë del si zëdhënës, dhe udhëheqës shpirtëror madje për të bërë kontaktin me popullin. Ne kërkojmë të kundërtën. Kërkojmë krijimin e qindrave institucioneve në mënyrë që të bllokojmë mirë e mirë figurën e njëjtë, udhëheqësit të lavdishëm. Ne do themi atë që kërkon vetë Traktati i Lisbonës në 1911, që qeveria të punojë dhe populli kontrollojë, nuk mundet që partia edhe të qeverisë edhe të emëroj prokurorin, gjykatën, kontroll lart të shtetit, avokatën e popullit. Jo, ju do qeverisni dhe populli do kontrollojë. A nuk ju duket e pamundur, Flori, këto zonja e zotrinj të rinj në moshë me entuziazëm, me PhD-ra, me mastera që vinë në Shqipëri për të krijuar një lëvizje me qëllim që ta troshisin establishmentin? Po si mund të mendoni ju që në për institucionet ku punoni do t'ju lejojnë që të bëni një jetë politike kaq ekstravagante? Unë nuk mendoj që kjo është një jetë politike ekstravagante. Ne edhe brenda lëvizjes tonë kemi mendime të ndryshme shpeshherë. Nuk është një mendim ekstravagant, ai interpretim që bëri Lediani, që nuk është gjë tjetër, nuk është personale, por është një interpretim i asaj që është krijuar si sistem. Dhe është një diçka që të gjithë njerëzit e dinë tani më. Dhe mendoj dhe vetë ata që janë brenda sistemit janë ndërgjegjësuar tashmë, por është krijuar një qerthull i tillë nga i cili nuk mund të dilë dhe nuk din as vetë si të dalin. Ndërkohë për shumë arsye. Njëra prej të cilave është edhe të themi binarët ekonomik, logjika ekonomike, logjika e një tregu shumë të egër, me atë që tregu e zgjidh çdo gjë. Nëse ne mendojmë që tregu e zgjidh çdo gjë, atëherë lëmë janë të gjitha përgjegjësitë e institucioneve të tjera si punë e shtetit në këtë rast. Pas tregos funksionar. Dhe në momentin që ja lë çdo gjë tregut dhe ndërmjet disa reforma që kanë ndodhur, të cilat kanë dhënë disa efekte tani më që janë negative, nuk është e pamundur që njerëzit këtë gjë mos ta kuptojnë, është e pamundur që ata që janë në establishment këtë gjë mos ta kuptojnë. Duhet të fillojnë të dëgjojnë dhe ata vetë për të evidentuar mënyra për të dalë nga situata. Si e keni ndjekur si lëvizje fushatën elektorale dhe këtë ndjesi të madhe që kanë, këtë ndjesi imponente që kanë njerëzit në Shqipëri që praktikisht nuk kënaqen përveç militantëve, të cilët nuk kanë vënë as të mendojnë se ata e kanë vendosur se kujt do t'ja japin zemrën dhe ja japin në mënyrë të pa kushtëzuar, po një pjesë e madhe e popullatës ka një dram personale sepse askush nuk duket që të ketë merituar plotësisht një besim të madh, nga që të gjithë vinë nga tre. Ju si e keni ndjerë këtë dhe? Pyetja e parë që bëjmë pra na thonë se do të kemi besim. Fushata jonë që po bëjmë tani në fakt është anti-fushat. Ne kemi quajtur garanci dhe jo premtime. Se çka kuptimi ka që ne kërkojmë pra punë, rrugë, spitale, në fund ja premtosh kësaj kase politike. Rrugët, spitalet, nëse bën bie kundërshtim me privilegjet, nuk kanë për të bërë. Nëse aty do bëhet park, aty do humbin privilegje për të bërë një pallat. Dhe kështu me radhë me ujësjellset e me të gjitha. Ne kërkojmë garanci. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Shqiptarët do të ndalojnë se kërkuari punë në mënyrë në këtë moment që flasim ne, ju jeni krejtësisht të pafuqishëm apo jo? Jo, është më fuqishëm sepse është ajo që tha Flori, ide, ata nuk mos rëmojnë mua dhe Florin sepse idet po të përhapen. E Shqipëria shumë afër Europës, shiqur zotë nuk kemi Kazakistan. Ide do vinë në Shqipëri. Do vinë në Shqipëri dhe Shqipëria ka vetëm një asete burime njerëzore, por ka mira, ka më shumë intelektual se sa duhet brenda dhe jashtë vendit. Forca më e madhe e Shqipërisë është jashtë sistemit. Nuk ju ka bërë përshtypje për shkakun që në këtë garë treshe për Tiranën, fjala vjen, ku zoti Veliaj mbështetet nga një parti e majorancës, një parti e fuqishme me numra pothuaj të garantuar. Zoti Kosova mbështetet nga një parti e cila ka qenë në pushtet para 2 vjetësh, një parti e konsoliduar e fortë. Zoti Bojaxhi, i cili vjen i vetëm, ndërmjet të tjerash, më ka bërë përshtypje, nuk është problemi që ai nuk merr dot votën. Ai nuk merr dot as angazhimin. Domethënë ai ndihet i shqetësuar sepse njerëzit thonë që shkon, ne nuk na shkon mendje të lidhemi me ty, se qeti, ç'përfaqëson ti? Pse jeti këtu? Gati i vën në dyshim ekzistencën. Si do të mund të vinë ata tek ju të thonë, qeni ju me mastere, ne 96% e këtij populli
pavarësisht nga analfabetizmi, kanë master edhe PhD. Nuk është më ngjarje. Të falenderoj, vetëm një pyetje që Ledian, vetëm të lutem, secili prej nesh një të nesërme do paraqitet me historikun e tij. Dhe ne jemi duke bërë historikun ton. Ne nuk mund të bëhemi parti politike sot për arsye sepse nuk kemi çfarë të ofrojmë zgjedhësve. Nuk mund të them do të më besoj mua sepse ka mbaruar në Perëndim, Lediani se ka mbaruar në Perëndim, edhe ne njerëz jemi dhe nëse nuk kemi treguar asgjë. Tashmë, mbase me kalimin e kohës dhe prandaj kjo lëvizje është tani lëvizje dhe më pas mund të kaloj në sferën politike, do doj 2 deri në 3 vite të paktën, me qëllim që të gjitha këto dyshime të eliminohen dhe ju nuk bërtisni, ju nuk shani. Jemi të lodhur se kemi dhënë leksion dhe juve kështu nuk do mund t'i emociononi shqiptarët. Nuk e besoj. Shqiptarët duan 20 të qetë për ta marrë aty ku tha Flori. Unë jam prapë në qytetarët. Nuk duhet të provokosh besimin e shqiptarëve. Nuk fillohet nëse do sulmosh sistemin, do ndryshosh sistemin. Nuk e fillon duke bërë metodat e sistemit. Pra rreth Njeshit, unë provokoj rreth figurës time të Njeshit. Pra nëse vjen një kapital të dhuruar nga politika, jo në kapital mediatik, por edhe gjëra të tjera. Çe do t'i provokosh një të ke besim apo s'ke besim? Nuk e vë unë vulën vetë se jam pavarur jam. Prandaj procesi është shumë i rëndësishëm. Ajo që ka ndodhur në Spanjë, Itali dhe vende të tjera është rrugëtim. A do ketë sukses rrugëtimi? A do bëjmë betejë për drejtat e njerëzit? Dhe aty ne nuk kërkojmë besim. Kur thonë pse kemi si mos ki besim i them, do të kontroll dhe llogaridhënie. Nuk duam besim. S'kemi çfarë besimesh për diktaturat. Duam kontroll llogaridhënie. Krijojmë disa garanci që askush mos të marrë. Ju kanë akuzuar për populizëm? Absolutisht jo, madje na akuzojnë se jemi shumë filozofë dhe shumë shkencëtar. Por Shqipëria është aq banale sa do vetëm slogane. Po pastaj kur e shpjegon një herë dy herë fillon u pëlqen njerëzve. U pëlqen sepse ndjen të përfaqësuar. Shqiptarët do rriten, nëse u jep mundësi që të vendosin. Shqiptarët ju keni konstatuar segmente të shëndetshëm të analizës së njerëzve të zakonshëm. Absolutisht. Mbledhim madje janë më lart se sa mesatarja e parlamentit tanë. Edhe sot ishim në terren të mbledh firma. Ka një logjik të ftohtë. Njerëzit shqiptarët nuk janë budallë. Arrin të kuptojnë që do bëhen një batutë atëre njerëzit kur e patën mundësinë dhanë 1 milion vota duke besuar në atë. Ishin të zgjuar, sot janë budallë. Për ndryshime dhanë 1 milion vota, por themi që ato ishin alternativa dhe dhanë 1 milion vota për alternativat e momentit. Po shqiptarët do të kenë mundësinë, atëre do të jenë të zgjuar. Të bëj një pyetje tipike që sot bëhet gjithandej duke në një kuptim të vendosur në pozitë vështirë. Është gati një pyetje opsin e paturpshme në Shqipëri. Ju jeni të majt apo të djathtë? Unë flasun, në qoftë se duke qenë sepse zakonisht kur flitet për ideologjira duhet lidhur me se s'bën edhe ekonomia. Ne mendojmë që sido që do vi puna, ekonomia dhe ideologjit janë lidhe me kontekstin e momentit. Në kontekstin e momentit në të cilin ndodhet Shqipëria sot, ka nevojë emergjente, nevojë të pashtyshme më për ideologji të majtë. Është e pamundur një vend i cili është në një faliment të themi të raporteve biznes, shtet dhe sistem financiar, të ribëhet vetë me dorën e padukshme të Smithit. Është e pamundur. Nuk mund është e pamundur, duhet me se s'bën operatorët të gjejnë një mënyrë për të komunikuar me njëri tjetri dhe për këtë duhet ndërhyrja e shtetit i cili me format të tij të uli perceptimin negativ të riskut që kanë bankat, frikën e bankave thënë popullore ndaj biznesit. Biznesin të shty në projekte strategjike, madhore të vendit, ta bëj bashkëpunëtor dhe të tre bashkë këta aktorë që janë aktorët kryesor në vend, të ribëjnë vendin. Domethënë, Shqip On nuk do të jetë një lëvizje, siç e mendova unë, e cila ishte gati ideologjike, popullore me një kahë nga ndryshimet gati nuk do të mashtrojmë shqiptarët me karakteri politike, ajo do të jetë nuk do të jenë parti, pastaj shiko, është vërtet ajo ne kemi rënë dakord në disa pika. Shqipëria është vend anormal. Ne të thoshte gjatë deri si bumerang, se shqiptarët bredhin pas etiketës, nuk do të vëmë etiketë vetes që tani. Shqipëria fatkeqësisht nuk ka bërë as reforma liberale, as sociale. Shteti shqiptar thjesht u bë diskutime me studentët, se nuk është problemi të mbiemrit, problemi i emrit shtet, se ai që konfiguron interesin publik. Ne nuk kemi konfigurim interesit publik, pra një shtet i cili nuk kuron interesin publik, nuk është as i majtë as i djathtë. Kështu po të kërkosh më shumë ndryrë sot duket sikur përkundër shteti deri më sot ka qenë një aktor për interesa private, të them. Ka penguar konkurrencën e lirë për shembull. Nëse ne futemi ideologjive ekonomike, teorive ekonomike, shteti presupozohet që
që ndjek të mirën publike me limitet e shtyrjes së veprimit të tij. Jemi aty ku praktikisht komunikojnë njerëzit me ju që të bëjnë atë pyetjen e famshme fatale, përse do ju duhet që të besojmë? Përse do të na duhet ju besoj? Okej, edhe përgjigjja është kjo. Pse duhet na besoni? Nuk keni nevojë të besoni mua, apo Florin, apo të gjithë ne. Ne nuk kërkojmë besim. Ne kërkojmë kontroll dhe garanci dhe llogaridhënie që të vendosin qytetarët. Do krijojmë aq shumë instrumenta kontrolli dhe llogaridhënie në vend. Po ti kthehemi në kujtesë, Ledian, retorikës së eksponentëve kryesor të partive kryesore në Shqipëri, të atyre që kanë qenë, që e kanë drejtuar këtë vend në qeverisje apo që e drejtojnë sot. Retorika e tyre ka qenë e pacënueshme në momentin që ata kanë dashur të jenë seksi për të marrë mbështetje popullore. Problemi është çfarë sot si reagojnë ata pasi e marrin pushtet. Më lër vetëm një minutë sepse është pak e vështirë. S'ke çfarë bën për ta shpjeguar. Shiko, të gjithë ata që kanë dashur të vinë, kanë thënë ma jep Chelsea ta bëjnë Shqipërinë. Stop. Askush nuk do marrë me Chelsea për Shqipërinë. Qytetarët do zgjedhin prokuror përgjithshëm, do zgjedhin kontrollin lart të shtetit, do zgjedhin avokatin e popullit, do zgjedhin KLD-n. Është vetmja mënyrë, në mënyrë të cilët qytetarët të cilët dashurojnë në mënyrë të pa kushte Partinë Socialiste, ata që vdesin në këmbë të palumtur, por të qëndrueshëm për Partinë Demokratike, qytetarët në Shqipëri të cilët e dinë shumë mirë pse e duan LSI-n, këtyre qytetarëve dëshirojnë ti kërkosh. Këtyre qytetarëve të cilët në të ardhmen do duan një ambient më të mirë për fëmijët e tyre. Pasi në këto 25 vite tashmë është parë që nuk është kjo mënyra. Sistemi është duke degraduar nga brenda. Tashmë, nëse ne dëgjojmë njëri tjetrin ose atë që na thuhet është që vendi nuk bëhet. Si nuk u bë kërka vendi kur ti je në qendrën e Evropës, kur ke burime natyrore, kur ke burime intelektuale, është thjesht dhe vetëm fakti që këto burime ti nuk i organizon dhe nuk i përdor. Shiko, lidhur me këtë, na thonë jeni si të tjerat, nuk ka ndodhur asnjëherë që dikush të vitë të thotë disa ide duke mos kërkuar pushtet për vete. Është vetëm që kanë ardhur të rinj në pushtet, ata nuk kanë ardhur vetë me rrugtimin e tyre. Ata janë thirrur nga politika ose përdorin metodat dhe kapitalin që sjell politika dhe janë ngjizur rreth idesë së një ashis. Kujdes kur të thret politika në kanalet e saj, politika e vjetër, ti klonohesh, të gjitha të rinj, thjesht në transplant që të vazhdoj ky sistem degradues, vetëm në moral, por edhe në ekonomi situatori dhe në institucione dhe kudo. Ne do të sforcohemi të bëjmë një rrugtim ndryshe të pavarur, komplet pavarur edhe si lëvizje kulturore, por edhe si lëvizje politike dhe si lëvizje sociale. Në mënyrë që ai popull, nëse voton një herë, dy herë, tre herë fillon socializohet. Imagjinojmë për një moment, sikur qytetarët sot të bënin referendum për liçenin. 90% do votonin kundra ndërtimit atje. Po kjo është e frikshme, sepse po shijon një popull do gjithmonë. Nuk është rastësi që ka 25 vjet nuk bëhet referendum atje. Nuk është rastësi. Nuk duan që populli të ndjejë shijen e vendimarrjes. Duan që gjithçka ta marrin dy figura kryesore dhe media këtu është më kriminale se sa vetë pushteti. Sepse ka formuar, ka bindur njerëzit tani që fajin e keni ju. Dhe unë i pyes, orë ka pyetur njëri ty për të bërë masakrën në komunën e Parisit, jo s'më ka pyetur. Që u shkatruan natë, jo s'më kanë pyetur. Ne po kërkojmë kaq shumë instrumente, sepse nëse voton 3 herë, 4 herë, 5 herë, është vështirë të vitet edhe vota. Pastaj ti ngrihesh nga kafja dhe vetë pyet të votojmë për çerdhe, apo të votojmë për spital, apo ku e diun për kazino. Kjo është lëvizje sociale sepse i bën qytetarët të ndërgjegjësohen. Kjo ndodh në Evropë, në demokracia pjesëmarrëse. Çfarë keni kuptuar nga reagimi i përgjithshëm i atyre me të cilët flisni? Ka shpresë? Janë lodhur, që janë lodhur s'kam asnjë dyshim. A ka shpresë, a ka dëshirë që edhe një herë të hidhemi për të bërë një ndryshim cilësor? Ne shqiptarët jemi një popull i mbijetuar që shpresa nuk e kemi vitalitet, Njeriu ka shpresë, nemi të dënuar për të qenë optimist. Njerëzit kanë shkur fillon u flet qet, ja u sqaron. Më shumë tani nuk besojnë që në vetë financojnë dhe njerëzit tanë të ngushtë nuk besojnë. Po ne po e bëjmë këtë. Dhe ngadalë, prandaj them që besimi duhet prodhohet. Ti nuk mund ta nisësh me besim të cunguar se ka ndodhur këto 25 vjet, që vjen dikush e thret, apo dikush ka pasur kapital politik apo duhet njerëz të rinj. Është ajo që quhet dyshimi legjitim në qoftë si teori juridike qoftë si teori politike. Do të thotë në një sistem ku makineria ka ndaluar se prodhojë të vërtetën, atëherë është ajo që quhet korrupsion ambiental ose sistemik. Që do të thotë vetëm do merren me ndërtimin e vendit të ri ata që do kanë pasur poste të larta dhe nuk kanë pasur butonin atje ku mund. Dhe qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë njerëz të rinj. Njerëzit e rinj të pastër janë më shumë dhe propozitiv me anë të ideve
Sepse shpesh herë shtrohet pyetja, po mirë, po ju si do ta bëni? Ekzistojnë idet. Ekziston edhe ajo që është vetë edhe interesi i këtij sistemi ku jemi ne Ju do sot. të merrni pjesë në garën për bashkit në këtë ju jemi larg kësaj nuk mund dikësh etapat vesh ti tek zgjedhjet elektorale pa bërë një aksion politik. Ço do të provokosh qytetarin? Është kundra, pra këtë bën sistemi. Ngjitet dhe figurës së njerëzit dhe prodhon. Jo, o bën një aksion politik. Grupi i marrëdhënieve publike në qeverisje ju ka bërë identikitin kush jeni, keni marrë vëmendjen e tyre se duhet bindni fugën që ju ekzistoni. Dhe që të prodhohet një mekanizëm i këtyre flyerave që ti përmende. Shqipëria është një vend aq i vogël sa transparent. Kanë ardhur dhe njerëz të shikut, dhe ne kam parë që ne vëmë nga 5.000 lekë nga 10.000 lekë, tani duket se e pamundur, po ne e bëjmë të gjë realisht. Kanë ardhur, kam parë, vinë shumë vullnetarë, shkojnë që s'ka lekë ikin, po kemi disa njerëz idealistë, por shumë që ka shumë Ne idealistë. besojmë që shpresa që ne ngjallim është aq e madhe sa që edhe ata që duhet ishin kundër në fund stepet. Podemos dhe 5 Stelle, megjithatë qoftë edhe Tsipras, po ta gjykojmë në mendimin analitik të momentit, o ti referohemi atyre që e kanë bërë analizën politike, ato kanë një emocion të madh të ndryshimit, vjen një pikë që kanë një ngjizje me ndjeshmëritë popullore, por diku qalojnë për shkak të mungesës ose të largimit që i kanë bërë pikërisht mekanizmit që në një parti tradicionale funksionon ashtu e poshtë rreth njishit, por ama funksionon për të bërë një veprim. Jeni të përgatitur që nesër pas nesër do të kaloni prova shumë të forta ekzistence. Tani është kohë që ne të mburremi tani. Ne kemi disa pika më të forta edhe se sa ato, por kemi edhe disa pika më të dobta se vetë ata, sepse kemi një popull që është vërtet popull i lodhur dhe do shumë të bëhet. Por kemi një lloj vendimarrje kolegjiale, ne jo rastësisht nuk po prodhojmë idenë e njerëzit dhe kur bëjmë publikime nuk nxjerrim këtyre ato se do dalin fillimi det. Mos ta kesh besimin tek unë ti thjesht si person. Po do ta kesh tek ajo që përcillet edhe te mekanizmi. Jeni ju të përhapur në gjithë Shqipëri? Jo në të gjithë Shqipërinë, po në shumë qytete. Biles djem kanë dalë edhe në terren në disa qytete të Shqipërisë për të mbledhur. Të dielën jemi në Korçë nëse mund të bëjmë një publicitet për të mbledhur firmat dhe ftoj gjithë aktivistët e Korçës para ditës të dielën mbledhin firmën për referendum. Ne ju kërkojmë ndjesë nuk ju ndihmojmë dot nga që kemi një shikueshmëri 0.7%, por unë besoj tek audienca, kam besuar gjithmonë tek audienca e programeve të mira, kështu që e shoh me shumë entuziazëm këtë nisëm, pa xhelozi, nuk do të mund për fat të keqin tim të jem pjesë e kësaj tronditje të bukur popullore, por padyshim kohë televizive, vëmendje gazetareske, qytetare, do të keni absolutisht gjithmonë. Kështu që mirë se erdhët në program dhe lëni t'ju them që jam i gëzuar nga ky nerv i bukur që keni jo vetëm në timbrikën e zërit, por edhe në strukturën e idesë. Ju falenderoj. Faleminderit, është dyfisht për momentin ku jeton Shqipëria, kështu që ju shkojnë vetëm juve. Faleminderit. Ne do takohemi shumë shpejt, natyrisht që po afrohet dita e zgjedhjeve, pastaj do të kalojmë gradualisht në një sezon veror për të menduar për prodhimet e reja që Agon Channel do të fillojë në sezonin e ri të vjeshtës. Ju përshëndes si zakonisht me Maja Angelon dhe ju lë takimin si zakonisht në ditët e përcaktuara në program. Deri atëherë, miru pafshim e miru dëgjofshim. Ti mund ma shprishësh historinë. Me vargjet e tu të hidhur të ligë, mund më shkelësh në mes të pislikut, por sërish si pluhuri, unë do të ngrihem. Të mërzit gjallëria ime. Zymtësia, përse të ka kapluar? Apo se unë esi si kur të kem puse nafte që pompoj në dhomën time të ndënjes. Njësoj si hana dhe si diet, me sigurin e baticës, njësoj si shpresat që gufojnë lartë, sërish, unë ngrihem. Dojet më shije të thyer, kokullur, me sytë poshtë. Shpatullat që bien si lotët të dopsuara nga britmat e shpirtit tim. Ofendohesh nga fudullaku im. A nuk e merrt me si shkeq faktin që unë qesh, sikur të kemi një ari, gërmuar mu në kopshtin tim të mbrapëm.
Mund të më qëllosh me fjalët e tua, mund të më bësh copash me sytë e tu, mund të më vrasësh me urrejtjen tënde, por sërish si jeta, unë do të ngrihem. Të mërzit joshja ime. Të befason mënyra si kërcej, si të kisha diamant, aty ku kofshët më bashkohen. Nga skutat e turpit të historisë, unë ngrihem. Nga e kaluara e kalbur në dhimbje, unë ngrihem. Unë jam një oqean i zi, i gjerë, i trazuar. Me gufime dhe enjtje, unë mbartem në batic. Duke lënë prapa ne terrori dhe frike, unë ngrihem. Gjatë një agimi mrekullisht të kthjellët, unë ngrihem duke si dhuratat që lanë pararcit. Unë jam ëndra dhe shpresa e sklavit. Unë ngrihem, unë ngrihem, unë ngrihem.